dhe për të analizuar fillimisht këtë pjesë raporti më pas ndalem se pjesa e luftës kundër lëndëve narkotike, kam kënaqësi të kem ekspertin kriminalist Artan Rexhepi. Zotë Rexhepi, kënaqësi të kem studio, faleminderit. Kënaqësia është faleminderit për ftesën. Si e pat evidentimet e Departamentit të Shtetit për pastrimin e parave? Është bërë pak, thotë. Është bërë pak? Nuk është bërë aq sa duhet. Po. Me thënë drejtën, edhe aq sa thoshte, domethënë, më duk sikur e kishte marrë pak më të mirë, si shumë domethënë shtetin shqiptar, sepse për i të vërtetës unë jam pro-amerikan, mund të them, se s'kap se mos të them, po që në këto momente që është Amerika dhe Amerika ka vetë problemet e saj, është dhe themi në mbijetes, o shpëton tani o do ketë probleme, po kjo është pjesë ju takon atyre. Në raportin e Departamentit të Shtetit, ne duke pas si boshte orientimi, domethënë, pjesën e pastrimit parave, për shembull, mund të merre jam dakord domethënë që s'është bërë aq sa duhet, pjesën e pastrimit parave mund të merre një shembull tek çmimet e banesave. Çmimet e banesave nuk i vendos as kërkesë oferta, as standardi lartë financiar. Pra, le të themi 400.000 euro, kur mund t'i bëjmë fëmijët e mi, për shembull, për të marrë një banesë? Kur mund t'i bëni ju, më falë se mbas e keni burime. Domethënë, edhe janë shumë të dukshme këto, domethënë. Boll tregu i ndërtimit për të parë që këtu kemi të bëjmë me një lavatriçe të madhe parash. Gjithsesi, fenomenet e pastrimit parave nuk janë fenomene shqiptare, mbaj mend nuk e di diku kam lexuar që një nga bankat më të njohura gjermane, Deutsche Bank duket, nuk e di, domethënë shkonte deri në 80% domethënë pastrimi i lekëve. Problemi qëndron, unë do ta shikoja pak më ndryshe domethënë. Le të themi të luftohet në atë masë që pastrimi parave mos kthehet në shqetësim për qytetarët. Apo luftohet në Shqipëri sepse? Po pikërisht për këtë thash nuk po luftohet, sepse këtu është ndërhyrja. Shikon ke cili treg ke probleme, ke cili treg për shembull le të themi ndërtime, e tham po. Po marr shembull taksit, hyn tjetër me 500 taksi për shembull 2-3 milionë euro, po ti llogarisësh domethënë tarë të gjitha, po marr shembull kod domethënë pa në akuzë konkrete. Ka pikpyetjet e veta. Ndryshe është hyn 3-4 veta me 3-4 taksi dhe punojnë për të marrë shembull senet e tyre. Pra, në momentin që pastrimi parave ose paratë e pista, sepse unë nuk jam kaq drastik për pastrimin e parave, të them drejtën, në momentin që paratë e pista prishin ekuilibrat ekonomik të shtetit, domethënë shteti duhet ndërhyjë. Le të themi që ai departament shteti nga të cilat na kanë marrë paratë e pista, Los Angeles dhe Las Vegas janë bërë me paratë pista, domethënë vetëm se si shtet me kontroll dhe menaxhim të mirë të situatës, po e thjeshtojnë çik të kuptueshëm për popullin, i thonë këtu në New York s'ke punë, këtu s'ke punë, i dhanë një kanet aty, merreni, zhvilloni, bëni çfarë doni dhe janë atje ku janë. Ndoshta shteti shqiptar nuk ka, le të themi, takat në këto parametra, po që do ishte mirë që nëse si venonte plotësisht, të paktën ta rinte ti menaxhonte sa të mos krahasuar me vite më parë, sa shqetësues është fenomeni pastrimit parave. Aty përmendës pak në fakt që mos ma konsideroni elozh, unë edhe para emisionit u thash, gjykata e krimeve të rënda nuk ka punuar keq në raport me krimin, po në raport me politikën, gjykata e krimeve të rënda nuk kemi parë një drejtor po e marrë shembull sjellësi të kallxuar e jo më politikane gjyqtare të gjitha. Spaku të paktën në drejtimin e zotit Domani nuk themi se ka performuar mirë, domethënë e kanë prerur le të themi shpatën mirë. Kështu që në këtë kuadër mendoj që vërtet ka progres, ka sekuestrime. Normalisht duhet dhe më, ndoshta duhen shtuar në sasi, duhen shtuar edhe ndoshta në cilësi hetuesi po e themi në gjuhën e popullit OPG ose prokurorët, por për i të vërtetës sa vështirë zotë Rexhepi hetimi i pastrimit parave, është i vështirë krahasuar me krimet e tjera? Po për shembull nëse zinxhiri na kputet jashtë, mendoj që është e vështirë. Pra nuk është një hetim aq i thjeshtë, sa s'kudim sa një vepër tjetër, një vrasje, një gjë tjetër. Brenda Shqipërisë kemi akses, po duke qenë një shtet që akoma si mi bërë antar BE-s, po lutemi dhe nuk e di pse po lutemi, domethënë që të bëhemi, e kupton? Akoma si mi bërë antar BE-s, del kryeministi 65 milion euro, arritje e madhe, më falni se po spostoj nga tema, kur buxheti është nivelet 5, 6, 7, 8 miliardë euro, domethënë ti isha unë kryeminist do thosha merreni se nuk kemi nevojë. Me përsipër një autostradë 3-4 miliardë euro tash, që janë këto investime me pikatore kështu kot, sigur po testojnë kavet eksperimentale minj. Nuk e gjykoj në arritje për të vërtetës atë lloj investimi,
pa dashur të hyjë pjesa politike. Po e para një parat, nëse kemi të bëjmë profesionista, nuk janë shumë të lehta, po e dyta, nëse janë në vende ku ne nuk kemi akses për të marrë dokumenta, kuptohet këputet zinxhiri. Po këtu ka pak a shumë lëvizje brenda për brenda për hir vërtetës. Një moment duhet të sqarohen, duhet më shikoni këtë në planin politik, po ta shikoni në planin teknik. Në rastin e klubit Partizanit, e kam thënë dhe herë tjetër, po e them prapë, nëse është i vetë miras, nuk marrë për shqipër dhëndërin e tjetrin, nëse është vetë miras që ka firmosur zoti kryeministri, ajo është një procedurë që fillon tek Bashkia e Tiranës. Kështu që tek nuk mund ngelet, domethënë. Nëse ka akuzë për atë, duhet jetë akuza nga Bashkia e Tiranës deri në kryeministri, sepse mbase jeni ndjeni që Këshilli i Rregullimit të Territorit, ashtu ka qenë atëherë, të Shqipërisë ka të drejtë vetëm të ndrojë destinacionin, pra ta kthejë nga zonë ndërtimore sportive ose zonë ushtarake çka ka qenë ajo në zonë ndërtimore. Kaq është detyra. Të tërë materiali përgatitor bëhet nga Bashkia, pra sheshi ndërtimit, studimi kadastral, sepse Bashkia ka punonjës kadastre, studimi pjesë ligjore, ka këshill teknik, ku ka jurist, ka specialist, ka urbanist, kështu që tek ajo pjesë shoh pikpyetjet e mia, por kjo nuk e zbehet domethënë raportin. Për mua ka progres në luftimin e parave, ka dhe progres në goditjet penale, por pjesa më e rëndësishme që çalon është pjesa e sekuestrimit të pasurive, domethënë 2-3 vjet burg me ca miliarda ose miliona mbrapa, unë s'do pranoj asnjë ditë, po varet domethënë se çfarë pakti bëjnë njerëzit me veten. Nuk janë një gjë e madhe domethënë 4-5 vjet burg nëse nuk arrin ti sekuestrosh pasurinë.